Umuti ndan me Alevin lajmin e lançimit të tij në muzikë, si dhe detajin që nuk e fton dot Nurseman. Edhe pse Umuti justifikohet pas fjalëve të producentit që i ka premtuar ta bëjë një yll në muzikë, Alevi sërish nuk bie dakord. Ajo e mbyll bisedën duke thënë se Nursema mund të lëndohet shumë nëse mëson se ai po e gënjen dhe po e mban larg lançimit. Gjatë asaj kohe, Nursema ndodhet në vendin e saj të punës, me një qëllim të qartë të sqarohet me Rizgarin. Ajo nuk qëndron dot në heshtje, ndaj dhe e pyet Rizgarin nëse janë të vërteta fjalët që i ka përcjellur Umuti për të. Rizgari i pranon të gjitha, duke e parë në sy dhe e mbron veten duke thënë se askush nuk mund ta gjykojë për çfarë ndjen, për sa kohë që nuk po bën veprime lidhur me ndjenjat e tij. Së fundmi, Rizgari i thekson edhe faktin që ajo ka qenë në dieni se ai ka ndjenja dëshirore për të. Me kokën poshtë, Nursema e pranon dhe largohet. Ajo bën gati gjërat e saj dhe heq dorë nga vendi i saj i punës. Në shtëpi, Nursema i tregon Umutit që ka dhënë dorëheqjen në mënyrë që Rizgari të mos ndikonte në marrëdhënien e tyre. Mësi i lumtur, Umuti e falenderon dhe e përqafon, por edhe ndihet në faj që po e fsheh nga ajo lançimin e tij në muzikë. Ndërkohë, Doa ndodhet në shtëpinë e Fatihut, ku dërgon Xhemrin që të gjithë ta takojnë e të heqin mallin për të. Thumbimet mes saj dhe Gorkemit nuk mungojnë, por Doa i finalizon duke mos e lënë Gorkemin që ta mbajë në krah Xhemrin e vogël. Që aty, Doa largohet për në ceremoninë e çmimit të nënës së saj. Këvëllxhemi nuk e ka lajmëruar Çimenin si qëndrim i hapur ndaj sjelljes së saj, por Çimeni e mëson nga Doa dhe vendos të shkojë surprizë. Çimeni shkon me veshjen e mbuluar dhe bëhet shkak për një debat shumë të fortë me këvëllxhemin, e cila edhe e dëbon që aty. Në anën tjetër ndodhet Gorkemi. Ajo përdor faktin që Doa nuk e lejon Xhemrin të qëndrojë në shtëpinë e Fatihut, ndaj dhe vendos ta kthejë dhomën e Xhemres në një dhomë garderobe për veten. Pembe mëson se çfarë po organizon Gorkemi dhe e ndalon, duke i theksuar se vendi i Xhemres është i paprekshëm në atë shtëpi. Ashtu si Pembe, edhe Fatihu bën të qartë se hapësira e Xhemres është e pacënueshme, sido që Doa vendos të bëjë, ta lërë aty apo jo.